Po në fakt tash 11 herë në 11 tentimet me atë të sotmin, unë e përcjelli bashkë me operatorët e Klan Kosovës zhvillimet në seancën konstituive për legjislaturën e 9 nga balkoni ose lozhi i Kuvendit të Kosovës. Edhe sot, pra jemi këtu nga ora 9 për të parë si përgatitjet, po ashtu edhe zhvillime që do t'jenë bashkë edhe me kolegët gazetarë nga gjitha mediat në vend. Lind theksohet që në mungesë të një marrëveshje politike në mes të partisë që ka marrë më shumë të vota në zgjedhjet e nënshkurtit, lëvizjes dhe vendosi dhe ndonjë parti tjetër, skenari pritet që të jetë ai i njëjti, pra të përsëritet në dy dështimet e fundit faktikisht të cilat ndodhen për shkak të kundërshtimit të partive që deri dje ishin në opozitë në lidhje me mënyrën e votimit me qenseve të vendosje. Në dy tentimet e fundit ka kërkuar që të dalë në votim të fshat, pra me flet votime fizike, ku deputetët se cilin për i tyre që u thirrat emrit dalin nga ulësit e tyre, marrën një flet votim, futen në njërin nga dy kabinat të cilat janë të improvizuara, do të bëhen të improvizuara nëse ka lënë komisioni për votim të fshat, dhe me pas japin krejtësisht në mënyrë private votën e tyre në flet votim dhe të njëjtën e fusin në një kuti e cila pritet të vendoset, pra nëse krijohet ai komision brenda kutisë, dhe me pas të njëjtat numërohen secila një nga një. Faktikisht në dy tentimet e fundit ka dështuar që të krijohet ky komision, meqense vetëm lëvizjeve të vendosje ka dhënë përfaqësuesin e tyre në këtë komision që është propozim Kuran Murati, dhe partitë e tjera jo serbe, pra nga minoritetet jo serbe kanë dhënë përfaqësuesit e tyre, por jo edhe PDK, LDK, AK dhe lista serbe. Faktikisht këta kanë kundërshtuar që krijimi i komisionit, por edhe votimi në mënyrë të fshat është shkelje ligjore dhe kushtetuese, dhe në rast se do të krijohet edhe pa votat e tyre, të njëjtin do ta dërgojnë në gjykatë kushtetuese, siç e ka paralajmëruar edhe LDK-ja. Derisa po ashtu qëndrimet e njëjta ka pasur edhe nga lista serbe, bile në seancën e fundit vetë deputeti nga radhët e listës serbe Igor Simić ka thënë që jeni mësuar, faktikisht jeni mësuar, i ka akuzuar lëvizjen vetë vendosje me shkelje ligjore në 4 vitet e shkuara, dhe me sipas tij nuk duhet lejohen shkeljet e tilla, meqense është shkelje ligjore edhe kjo. Mbetet të shihet pas parasysh që deklarimet e lëvizjes vetë vendosje, përveç se kanë thënë që presin reflektim nga partitë e tjera, nuk ka pasur ndonjë angazhim tutje për të arritur ndonjë marrëveshje për të siguruar 61 vota, sa është dhe pragu minimal për votimin e kryeparlamentare që do t'i hapte rrugë më pas edhe nën kryetarëve së dhe krijimit të qeverisë. Mirë, Flamur, të falemnderit shumë për këtë lidhje direkte dhe këto informacionet që i solli. Flamuri miqdashur dhe kolegët e tjerë do t'ju presim me njëherë në ora 10 në një